Në natën e Kadrit, në një nga netët më të bekuara për besimtarët musliman, këtu pranë xhamisë në Dinosh, krijohet një atmosferë vërtet e mrekullueshme, një atmosferë e veçantë, duke qenë se në mënyrë tradicionale në këtë natë përveç lutjeve dhe faljes bëhet natyrisht edhe ndarja e ëmbëlsirave për më të veçlit, të cilët me padurime prisnin këtë natë dhe këtë moment të veçantë, duke qenë se ky aktivitet vërtet i afron ata më shumë pranë fesë së tyre, por edhe i bashkon me njëri tjetrin. Ata të gëzuar, jashtëzakonisht me qese të mbushura plot me ëmbëlsira, kthehen në shtëpitë e tyre. Përveç kësaj, ata nganjëherë bëjnë edhe numrimin e ëmbëlsirave, se kush ka më shumë ëmbëlsira nga shoqëria e tyre dhe kështu vendosen në një lloj gare jashtëzakonisht të bukur. Neve me kamerën tonë kemi ardhur nga afër për t'i xhiruar më të veç, të cilët po shohim që janë vërtet jashtëzakonisht të gëzuar dhe të buzëqeshur, fytyrat e tyre po buzëqesh në këtë ditë të bukur dielli këtu pranë xhamisë në Dinosh. Atëherë natyrisht unë juftoj që të ndiqni materialin tonë në vazhdim.
Nata e Kadrit është nata më e veçantë themi e gjithë vitit, jo vetëm e Ramazanit, por e veçantë posaçërisht Ramazanit, sepse Ramazani është muaj i begative dhe i mirësive, i faljes, i pendimit dhe gjithave, por edhe nga Ramazani padyshim që dallohet nata e Kadrit, them se është natë e veçantë, është nata e mrekullive themi, është nata e pranimit të lutjeve, është nata kur njerëzit mundohen që atë bamirësinë që të bëjë përditshme ta shtojnë natën e Kadrit për faktin se e dim që ka një vlerë shumë madhështore, edhe besohet që çfarë do që vepron në këtë natë, llogaritet sikur ke vepruar për shumë e shumë vite me radhë, sepse në Kur'anin famlar Zoti e përshkruan natën e Kadrit si Lejlatul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit thotë është më e mirë se sa 1000 muaj. Pra çdo vepër e mirë që bëhet brenda kësaj nate, brenda kësaj dite dhe natës themi, llogaritet sikur ke bërë për gjithë vitin pothuajse, e vitet të tëra, edhe shpërblimi i saj pritet i madh. Në këtë natë përshkruhet si natë të cilën zbritet paqja, natën në cilën tanazzalul mala'ikat war-ruhu fiha, në të cilën zbresin shumë engjëj. Edhe ata të gjithë engjëj vinë me plotësimin e dëshirave, sepse Zoti i dërgon si profet të ndryshëm nga engjëjt, të cilët vinë dhe i marrin lutjet e robërve të Zotit, të cilët i kanë dëshirat e veta, lutën për veten e tyre, lutën për familjet e tyre, lutën edhe për mbar njerëzimin, posaçërisht edhe për botën që të mbizotroj paqja pas disa viteve pak si kur çrregullive që kemi pasur nda luftës, lutem Zotin që kjo natë të jetë ndër netët të cilat do na sjell paqe, do na sjell dashuri dhe harmoni mbar njerëzimit. Kjo natë veçohet gjithashtu si karakteristika fillestare në fakt e saj është ku thuhet Lejlatul Qadri khairun min alfi shahr, edhe thuhet tanazzalul malaika, edhe thuhet gjithashtu pra që është nata në të cilën zbriti Kur'ani famlar. E që zbritja e Kur'anit famlar do thotë që ka zbritur një libër nga Zoti, libri i vulosjes së profecisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam, gjithashtu është udhëzim për gjithë njerëzimin, libër i cili na thret në dashuri, libër i cili na thret në bamirësi, na thret në punë të mira, na thret në mëshirë mes njëri tjetrit, na thret në atë e cila do na largojë nga çdo vepër e keqe, edhe do na afrojë nga çdo vepër e mirë. E që afrimi drejt veprave të mira dhe largimi në distancimin nga gjunahet, kjo na afron drejt Zotit, edhe na largon pranë nga mërzia dhe gjërat e ngjashme me to. Atëherë neve jemi faktikisht mësuar që në mënyrë tradicionale vite me radhë të bëhet pikërisht në këtë natë edhe ndarja e ëmbëlsirave për më të veçlit. Ne pam që vërtet kishte një numër jashtëzakonisht të madh të fëmijëve që ishin të pranishëm, si e vlerësoni ju këtë gjë dhe sa janë përgjigjur të gjithë besimtarët që të jenë sot këtu për të veçlit të ndajnë ëmbëlsira? Kjo natë është e veçantë, kjo ditë është e veçantë për ne dhe ta ndaj edhe vetë ritualet që bën këtë ditë janë shumë të hareshme dhe të gëzueshme për gjithë besimtarët. Keni pas rastin që edhe vetë t'i filmoni pjesë nga aktivitetet që po ndodhin, ndërkohë që në këtë ditë të gjithë mbledhen posaçërisht më të vegjëlit e kanë gëzimin e vetë të cilët mbledhin nga sheqeret e ndryshme, bonbonat e ndryshme, ëmbëlsirat e ndryshme, të cilët u ndajnë atyre për hir të kësaj nate. Sepse është një natë kaq e madhështore, e tradita më e bukur e kësaj nate, sepse është të gjithë besimtarët kjo natë e veçantë, por traditë e veçantë është pak më e veçantë se sa të tjerët, është në vendin tonë, pra në Dinosh, ku të gjithë njerëzit mbledhen në një vend këtu përpara xhamisë, edhe shpërndajnë sheqere, ëmbëlsira të ndryshme, afërsisht mund të mbledhen deri në 200-250 mijë apo edhe më shumë, mbledhen edhe është një gëzim, edhe në kohën bashkohore ti mbledhësh gjithë ta fëmijë në një vend, edhe të shikosh gëzimin në sytë e tyre, në buzëqeshjen e tyre, është një gjë shumë e veçantë për neve, edhe ne mundohemi që në Dinosh ta ruajmë këtë traditë kaq të bukur, edhe ndër vite vazhdon kjo traditë, besoj që do vazhdojë edhe shumë vite të tjera sepse është një ndër veçoritë më të bukura që e karakterizon xhamatin apo popullin e Dinoshës. Përse pikërisht në këtë orar? Përse bëhet ndarja e ëmbëlsirave në këtë orar dhe jo mbas iftarit? Do donin natyrisht neve të mësonin pak më shumë në lidhje me këtë. Përgjithsisht bëhet mbas namazit të ikindis, është disa orë përpara iftarit, që shumica atyre që të cilën mbledhin t'i kenë të gatshme për iftar, sepse koha e iftarit kur hyn është në fakt hyrja e natës më të bekuar. Koha e iftarit hyn, por që tani bëhet ndarja e ëmbëlsirave në mënyrë që t'i kenë të gatshme, që në sofrat e besimtarëve kur tjetë koha e iftarit, kur sapo të perëndon dielli, pra është gëzimi më i madh për besimtarët, sepse profeti alayhis salam e ka përshkruar që muajin e Ramazanit ndër tjera ka thënë për agjëruesit ka dy gëzime me të cilët ai gëzohet. Gëzohet kur bën iftar, edhe do gëzohet kur të takoj Zotin e tij me agjërimin e tij, të cilin ka bërë me sakrificën që ka bërë për hir të Zotit, do gëzohet për hir të tij,
edhe ndaj është një natë e veçantë, një ditë e veçantë për gjithë besimtarët. Natyrisht neve do donim edhe një mesazh drejtuar të gjithë besimtarëve me rastin e kësaj nate të madhe. Urojmë që këtë natë, fillimisht Zotit na sjell paqe mes njëri tjetrit, na sjell falje, na i zbut zemrat tona. Është nata kur lutjet të bëhen më të sinqerta, më të pranuara, siç përmenda pak më parë ku zbresin engjëjt edhe i kërkojnë të gjitha dëshirat tona dhe Zoti thotë ka ndonjë njeri që do ta fal, unë ta fal. A ka dikush që ka ndonjë dëshirë që unë t'ja plotësoj atë dëshirë? A ka dikush që kërkon nga unë falje dhe ta falë këtë? Edhe forma të ndryshme që ti ta begatoj me mirësi dhe me begati të ndryshme, edhe gjithashtu uroj që kjo natë, me që është nata e kadrit, që themi kadr në gjuhën arabe, do të thotë vjen nga fjala fati, nata e fatit, nata e plotësimit që gjithë dëshirojnë, pra, edhe besohet që në këtë natë përcaktohet fati i një viti, çfarë do ndodh brenda një viti, përcaktohet në këtë natë. A do jetë një vit i bereqetshëm, a do jetë një vit i gëzuar, a do jetë një vit i cili do na tejkaloj me shumë gëzime, edhe do na i largoj çastet edhe momentet negative, varet nga lutjet tona, nga dëshirat tona dhe nga vullneti jon që duhet shprehim përpara Zotit në këtë natë.